Urani Ismaili dhe Dega në Prishtinë. Kjo është e konfirmuar. A ka bona i statusa? A i status ka bona? Ka burime brenda takimi që pëndodhë. Jemi drejt për drejt e një gazetar. Arsio është tjetër pëse orita. Po, në regull që Do të ta rikapituloj gjithë shka çfarë ka ndodhur. Lumir Abdigjiku sot pas dite i është drejtuar Partisë Demokratike me kërkesën që të dalë në mbështetje publike për përparim Ramën, duke thënë që do të tërhiqet nga gjitha koalicionet që i ka bërë me PDK-n, përfshi atë në Prizren dhe në Mitrovic, nëse nuk e ka mbështetjen publike të PDK-s për Prishtinën. Debati brenda PDK-s ka qenë mes Degës në Prishtinë, që udhëhiqet nga Urani Ismaili, dhe kryesisë së PDK-s, gjithsesi nga kryetari Memri Krasniqi, i cili ka bërë ujdin me Abdigjikun për dy koalicionet në Prizren dhe Mitrovic. Kërkesa ishte që dalë Dega në Prishtinë, gjithsesi kandidati Urani Ismaili për ta mbështetur përparim Ramën. Gjithë diskutimi ka ndodhur në orët e mbrëmjes, ne ishim duke transmetuar drejt për drejt, si përfundim rezultati i fundit i gjitha diskutimeve është që do të dalë Partia Demokratike e Kosovës në nivel qendror në mbështetje të përparim Ramës, por jo Urani Ismaili. Njëjtë është. Dhe Dega. Njëjtë është realisht me që Ismaili është nën kryetar. Nuk është veç ideja me dal Urani ose me dal PDK-ja. Ideja është PDK-ja me punu me aktivistat e vetë. Sigurisht, me ndihmën të me ndihmën e vetë. Kjo është më e rëndësishme. Edhe kur del partia me qendrim që jemi në mbështetje për parim Ramës, edhe punojnë terren, kjo e kryen efektin e vet. Po nëse nuk dalin as publikisht, as nuk punojnë terren, atëherë kjo është se unë kam thënë as nuk ka pas shef. Unë besoj që s'ka pas shef me dal publikisht me bu marrëveshje me shoqërtutin, sepse ka qenë oponenti i tij kryesor politik në Prizren. Po megjithatë interesat nacionale të partisë në një farë mënyrë e kanë obliguar drejtorin me dal. Kështu që në një farë mënyrë mendoj që edhe Urani ka qenë i obliguar me dal me bëni gjatë të tillë ose PDK në këtë rast për shkak se ndihma është e dyanshme. Po për me se bën PDK çuçi ka një detaj që është i rëndësishëm ndoshta që mund ta kujtojmë Blerim dhe ju që keni ndjekur garën në Prishtinë. PDK asnjëherë nuk ka dalë në mbështetje publike, por gjithmonë ka ndihmuar. Ka ndihmuar Shpend Ahmetin atë që ta strukturalisht është. Ndihmoi përparim Ramën që ta kthej rezultatin. Do të thonë nëse punon terren s'ke nevojë me dalë. Kjo asnjë lloj problemi nuk prish punë kjo që Allah që të fitoj dillën, absolutisht. Do të thonë është më shumë mendoj që është një përpjekje ose një presion ndaj PDK-s që po ja bën kryesia qendrore këtë rast kryetari Abdigjiku të poshtë, sepse lidhet me Prizrenin, Mitrovicën e tema tjera, se sa ide që të ndihmojnë domethënë në Prishtinë. 30.000 votë të Urani Ismailit nuk mundin me kamion me shkubre të përparim Rama, a kuptoni?